Ndërkohë që deputetët që janë në listë hapur, siç është zonja Jorita Tabaku, besoj e keni ndeshur gjithë në rrjetet sociale, gjithë takimet, publikimet apo të gjithë manovrat që ajo bën për të thithur sa më shumë vota nga qytetarët në të paktën rrjetet sociale, por edhe në takime reale, domethënë janë shumë të larta dhe është diçka për të u vlerësuar edhe zonja Çupi, po edhe kandidatë të tjerë që janë në listë të hapur. Ndërkohë që edhe nga ana e Partisë Socialiste kemi të njëjtin gjë, por atje siç e thatë edhe ju kanë shumë çfarë të humbasin dhe punojnë dhe ato të listës së mbyllur, ndonse mund të kemi emra që nuk i njohim. Por nga ana tjetër në listë hapur sigurisht gara është shumë e fortë dhe Tirana është pika kryesore ku bëhen, le të them, ku bëhet ajo betejë e madhe. Kishim zotin Gogu siç e keni parë që kalon të shtejgjet dhe si është e mundur që sa herë që këto politikanë bëjnë këto hedhje ku t'ju nga garda apo nga rrugët është një kameraman aty. Asnjëherë nuk e dim. Kështu që është shumë rastësi e bukur. Po që edhe një aktor shumë i mirë. Por që listat e mbyllura i kanë bërë deputetët që të jenë të fjetur dhe mbasi ndonjëherë kryetarët edhe mund të jenë para ca ditësh. Vërtet? Po do përpiqem të tani patjetër nga jugu një kryetar luante bilardo edhe po promovonte këtë ndoj çfarë nuk do të shohin deri. Po prandaj mos e justifikuar. Megjithatë ajo që ranë sy, po patjetër, është edhe diaspora një tjetër, le të themi, pikë që po synohet fort. Edhe këtu i pam të dy gati me shumë pak kilometra largësi, njëri në Brescia, tjetri në Milano. Kemi 27 prillin në Selanik, në mos gaboj Berishe, nuk e di Rama nëse është ndalur apo jo me diasporën, shohim se çfarë do shta në ditët duhet shohim që se me siguri do të ketë. A ka qenë Milano apo jo takimi i fundit. Pra edhe diaspora dhe të dy janë gjithmonë të dy në vijën e parë për të kërkuar votën, një votë që është ende e pasigur se ku mund të shkojë dhe si do të orientohet. Po, mbase mund t'japim edhe një lajm të fundit që djetë ditën e djeshme, në orën 7:30 të mëngjesit ka arritur fleta e votimit në Gjermani. Ka qenë qarku i Elbasanit, po. Ka qenë qarku i Elbasanit që është nisur. Këtë e kam të konfirmuar dhe nga qytetarë që jetojnë atje, nga të afërm që jetojnë dhe i ka ardhur dhe konfirmimi nëse ka ardhur apo jo fleta e votimit. Pra në Gjermani fleta e parë. Jo, vota nuk është bërë, se nuk e ka të sjell akoma, se dje i ka shkuar, domethënë, minimalisht ka 3 ditë për të menduar. Ju lutemi që mos e fotografojnë dhe mos na e sjellim si dëshmi, por që sigurisht jam të informuar brenda përtej shakave brenda zarfit, domethënë të votës, është i gjithë manuali se si duhet të veprojnë dhe çfarë ndalohet dhe çfarë do duhet plotësohet pra në këtë letër. Siç e thash, diaspora, shqiptarët e Italisë janë ato më shumë të synuar, shqiptarët e Greqisë janë shqiptarë që janë regjistruar më shumë në këto zgjedhje. Sigurisht mira vota që ndodhen në diasporë janë mira vota që ndodhen në diasporë mund të bëjnë edhe, le të themi, mund të përmbysin dhe rezultate në qarqe të ndryshme, në qarqe ku Partia Demokratike mund të ndjehet, le të themi, pak e rrezikuar, mund të ketë, le të themi, mbështetjen apo besimin se të gjithë ata demokratë që janë larguar në këto vite të qeverisjes mund të jetë vota për ta. Siç e shohim, kemi zotin Rama në Milano, ishte një pritje madhështore, i premtonte sigurisht pasaportën europiane, duke i përmendur edhe njohjen e pensioneve, duke theksuar se në rast se do të jenë. Ku premtonte në Milano? Po, mund ta kenë marrë në Milano. Ata mund ta kenë marrë në Milano, por në rast se një shqiptar kërkon që të njihet pensioni në Itali, procedurat janë shumë të gjata, ndërkohë që ai premton që me pasaportën europiane nuk do kishin fare nevojë dhe kjo do të njihej direkt. Pasaportën europiane të Shqipërisë, pra të përkthyer ato të Shqipërisë, jo italiane që mund të kenë, që sigurisht ato e kanë. Ndërkohë që në Brescia ishte zoti Berisha, edhe ai pati, le të themi, një lloj mbështetje mjaft të gjerë në këtë qytet, premtoi të gjitha ato pagat mesatare 1.200 euro, paga minimale 500 euro, apo pensionet e rritura, por sigurisht synim kryesor opozita ka që të rikthehet gjithë larguarit nga Shqipëria. Diaspora po mund ta përmbys rezultatin në qarqe të ndryshme, andaj pritet që të ketë surpriza, prandaj edhe euforia është kaq e madhe tek liderat sa i përket diasporës. Atje priten më shumë mall, le të themi, kështu në thonjza politikisht. Këshëria për t'i parë pak, këshëria për t'i parë, njerëz të larguar ndër vite. Mund të përkthehet në votë, se nuk i dihet asnjëherë, se mund të jenë të njëjtët persona që shkojnë. Po, arsye të ndryshme, ata kanë pasur arsye të ndryshme për të larguar. Dikush mund të jetë larguar në qeverinë e zotit Berisha, dikush mund të jetë larguar në qeverinë e zotit Rama. Kështu që edhe ato kanë një arsye personale, emocionale që i lidh pra me liderat të ndryshëm që shkojnë atje. Edhe zoti
Basha ka bërë takim në Selanik, mos t'ja humbasim. Në Selanik, po, ka bërë në Greqi, ndërkohë që ditët që shkuam, ndërkohë që... Këto janë pamit, apo? Jo, besoj. Ky është Basha. Ky duhet jetë Basha. Basha. Numri 4 atje, çfarë thoni? 4. Jo, e shoh 4 më. Basha, po Në Greqi apo jo? Po në Greqi. Ndërkohë që edhe zoti Lapaj duhet të thënë që ka pasur takime. Edhe zoti Lapaj ka pasur takime. Ata le themi diasporën e kanë shkelur. Ato kanë muaj, madje kanë akuzuar këto të vjetrit që po i përndjekin, edhe të tjerë, edhe zoti Shori ka bërë takim me këtë javë në Greqi, pra duket se diaspora është kthyer në eventin kryesor. Asgjë nuk është e sigurt në diasporën. Në ëmbëlsirën më të kërkuar nga politikanët për vota. E vërtetë.